محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira Allah qofi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala për imanin që ne ka dhënë dhe islamin. Dhe falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala që ne ka zbrit Kur'anin. Atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon i avën të mundur edhe me adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse adhurimi, ibadetet janë pjesë e domosdoshme për me ekzistu imani, për me qenë besimi. Allahu subhanahu wa ta'ala u ka mundësua muslimanve me agjërua muajin e Ramazanit dhe nëpërmjet agjërimit Allahu subhanahu wa ta'ala më fal gjunat. Edhe në botën tjetër me i bo prej banorëve të xhennetit. E ka përmendur Imam Ahmedi Allahu subhanahu wa taala pas mëshiruese besimtari gjatë kryerjes së veprave të mira duhet me pas dozën e frikës pak më të lartë se sa dozën e shpresës se a jem duke mujt me i krye mirë obligimet me të cilat na ka obligu Allahu subhanahu wa taala apo jo. Nëse kthejmë në agjërim gjatë muajit të Ramazanit prej fillimit të tij deri te përfundimi i tij, besimtari duhet me pas frikë se ndoshta nuk jemi të ia dhënë hakun ashtu që duhet Ramazanit. Dhe kjo është e saktë. Nëse shumë prej njerëzve, dhe kjo është mrena asaj që është e arsyeshme, shumë prej njerëzve nuk ja japin atë që kanë mundësi me dhonë, sa i përket agjërimit muajit Ramazanit edhe ibadetet të tjera, por me mëshirës e Allah subhanahu wa taala të përmendur në Kur'an wa ya'fu an kathir. Thotë Allah subhanahu wa taala për shumë gabime ja fali krejt, hiç si marrë në përgjegjësi. Dhe kjo është Allahu subhanahu wa taala. Kurse kur afrohet fundi i ibadetit, këtë rast fundi i agjërimit, besimtari duhet me shtuar tash dozën e shpresës më shumë se sa atë të frikës, nga se gati ka ardhur përfundimi. Atë që kemi mujt me dhonë, kemi dhonë. Dhe çështjet të cilat kalojnë prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më me shpresu tash te Allahu subhanahu wa taala
e mos më mirë me vajtimin e asaj që ka kalu. Ato ibadetet të cilat i kem në vazhdim, me pas frikë dhe kujdes, se nuk po i krym ashtu që duhet, dhe me përmirësu vetëm edhe me nëzit, që t'i krym ibadetet, agjerimin e të tjera sa më mirë, kurse për ato që kanë shkua, mos të thojmë ma, sikur ta kisha bo dhe këtë, sikur ta kisha bo dhe këtë, për shkak se këto janë më të kota. Është e kotë me thonë tash njëvën e partë Ramazanit kisha lexuar që kaq, njëvën e dy kisha bo këta, këtu e ma kretë çështjet kalume, nuk japin asnjë rezultat ma. U konë koha kur u konë java parë, u konë koha kur u konë java dytë, e treta dhe tash kamet ajo që kamet prej Ramazanit për cilën e lusim Allah subhanahu wa taala me na forcue të bëjmë ibadet të tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith innamal a'malu bil khawatim. Veprat të Allah subhanahu wa taala llogariten sipas përfundimit të tyre. Kurse përfundimin e Ramazanit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë ndryshe nga fillimi. Në hadithin e saktë të transmetuar prej Aishës radhiyallahu anha, thot kur ka hyrë muaji i Ramazanit ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë thot Aisha ka qenë aktiv në ibadete shumë. Por kur ka ardhur muaji i Ramazanit ka qenë çaq aktiv në ibadete që Aisha radhiyallahu anha e ka krahasuar me fryrën me erën e cila është shumë e shpejtë. Dhe kjo ka qenë për fillimin e Ramazanit. Kurse kur kanë ardhur edhe ditëshin ose edhe 900 e fundit, gjithashtu tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është treguar më fuqishëm se sa në fillim të Ramazanit. Aisha radhiyallahu anha thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shtreguar lidhset me cilat i ka marrë teshat e tij. Dhe në këtë, komentatorët e hadithit kanë dhënë disa komente. Një prej komenteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vesh në 10 metrat e fundit të Ramazanit në atë mënyrë që mos i hiq teshat kur bin me fletë më. Për shkak se në transmetimet e sakta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 metrat e fundit të Ramazanit nuk u shtri me fletë të shtratë. Asnjëherë. Por ka flet ull ku ka qëllue, ka u pështet, sa me kalu veç në 10 e fundit të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas vend të veçantë, nuk ka pas shtrat të veçantë, as nuk ka pas orar të veçantë për me bë gjumë. Dhe nuk ka flet sikur flihet në netët e zakonshme, por ka flet veç aty ku ka qëllue për një kohë, sa me hek lodhin që e ka penguar për ibadet. Çështja tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 e fundit, në fundin e Ramazanit i ka tubuar të gjitha ibadetet e mundshme të bëme në Ramazan, të gjitha. Nuk ka një ibadet i cili mundet me bë në Ramazan veç se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë në 10 e fundit. Dhe kjo është kuptimi praktik i fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim. Veprat shpërblehen sipas përfundimeve. Te Allahu subhanahu wa taala vlerësohet çysh e ke kryer atë vepër, jo çysh e ke nis. Nëse ka plotëres se e fillojnë pa lënë gjysmë. E fillojnë mirë po shtrembojnë në rrugës. E fillojnë mirë po praktisin në fund. Kurse te Allahu subhanahu wa taala llogaritet përfundimi i veprave, çysh ka qenë. Përfundimi i Ramazanit, fundi i Ramazanit çysh ka qenë. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka këshilluar dhe ka nxit për me fal namaznate prej vlerës së shtuar të namazit të natës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në shkuar në të cilën shumica e njerëzve janë të shkujdesur ndaj adhurimit ndaj Allahut. Pjesën e tretë natës shumica e njerëzve janë shkujdesur, janë në gjumë. Ata të cilët bojnë ibadete kur të tjerët nuk janë të bojnë ibadete, shpërblimin e ka shumë të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Krahasim me këtë hadith, një pjesë e madhe e besimtarëve kur të vjen fundi i Ramazanit sikur lodhe.
Dhe kjo është shkujdesje. Për të me ndodhe kundërta. Nuk duhet me u lodh të funi Ramazanit momentet më të rëndësishme. Por duhet me nëzit vetën që edhe qëto dita që kanë mirë, me shfrytzu dhe me marë të Allah subhanahu wa taala atë që kena mundësi me marë. Gjithashtu, prej krahasimeve të Ramazanit thot Allah subhanahu wa taala e janë më ma'dudat, janë ditë të caktuara, janë ditë numrume, kushdo që i numron ditë, e dim se ditët e numruara përfundojnë edhe nëse ato janë shumë. Kurse në një ajet tjetër Allah subhanahu wa taala thot kullu man aleha fan. Krejt çka ka në jetën e kësaj bote i ka ditë e numrume. Gjithçka që ekziston në jetën e kësaj bote i ka ditët e numrume. Sikur kanë qenë ditë e numruara ditët e Ramazanit dhe ka kaluar shumica prej tyre, kanë metë edhe ato të cilat kanë metë, edhe ditët në jetën tona i kemi të numrume. I kemi harxhu ato të cilat i kemi harxhu dhe na kanë metë ato të cilat na kanë metë. Përfundimi i Ramazanit duhet më konë më i mirë se sa fillimi, edhe përfundimi i jetës së bote duhet më konë më i mirë se sa fillimi i saj. Në përgjithësi njerëzit gjithashtu lodhen sikur lodhen në Ramazan. Dhe kemi pa të gjithë se shpesh edhe ndodh njerëz të cilët janë falë, ndoshta gjatë gjithë jetës në pleshni e lën namazin. Ja, jam i smut, ja, nuk e kam nivelin e pastërtisë, ja, të gjitha arsye të cilat nuk janë arsye të pranuara në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Se çysh do të jetë gjendja e personit nuk lirohet nga namazi kur kërkush, derisa ta ketë shpirtin trupin e vet, derisa ta ketë mendjen në kokën e tij. Kërkush nuk lirohet nga namazi kur. Dhe çështja e namazit është çështja kryesore. Sikur që duhet me shfrytëzue në fundin e Ramazanit më shumë për ibadete, fundin e jetës duhet me shfrytëzue më shumë për namaz. Namazet, ibadetet, leximin e Kuranit me shtuar më shumë të shku te Allahu, jo me shku të zvoglu. Nëse Allahu subhanahu wa taala na rujt, nëse njeriu vazhdon e bën vepra të mira, por në fund i lën dhe vdes i tillë, nuk fiton te Allahu subhanahu wa taala asnjë. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ndodh që dikush për njerëzve jamel, punon, jamel e në xhennë, me veprat e banorëve të xhennetit. Por ka fund jetës i ndron, i lën ato edhe vdes e hin në xhenem. Në transmetim tjetër, ky hadithi por me një shtim të një fjale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ndodh që dikush për njerëzve bën ibadet në atë që duket në sytë e njerëzve. Dhe shpjegimi i hadithit është ka bëj ibadet jo me sinqeritet. Nuk ka qenë sinqert në zemrën e vet me Allahu subhanahu wa taala, dhe para vdekjes Allahu subhanahu wa taala gjithsesi prej neve na nxjerr nëse kemi pas dëftërsi, na nxjerr nëse s'kemi pas sinqeritet, edhe e bjen Allahu situatën që njeriu ose ka me dëshmuar se vërtet e ka besuar Allahu subhanahu wa taala dhe është përgjigjë në ibadete, ose ka me dëshmuar se ka hequr dorë prej adhurimit ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kurse kur vjen funi edhe i Ramazanit, edhe funi i kësaj dynjoje, për ata të cilët kanë bërë vepra, Allahu subhanahu wa taala e ka lënë mundësinë edhe më gëzu. Në këtë dynjë pasi që kryhet agjërimi, pasi që nxjerrët sadakatul fitri, pasi që falet namazi i taravive, pasi që kërkohet nota e kadrit, pasi që ipen mirësitë e tjera, Allahu subhanahu wa taala ka bërë shariatik e ligj që besimtarët kanë drejt më gëzu me pas bajram. Normal bajram ose gëzim kanë vetëm ata duhet me pas, normal vetëm ata të cilët i kanë kryer ibadetet, se ata tjerë ata për gëzimin e ibadeteve të huaja nuk duhet kërkush më gëzu për ibadetet e huaja. Për hajt bajrami, që ke boti për këtë bajram? S'ka hajt në atë
i cili ka ardhur në Bajram pa agjëru, farhani, s'ka Bajram kur që heqas një sen, për atë që s'ka fal namaz, për atë që s'ka dhon ato të cilat Allah subhanahu wa taala i ka obligu me dhon. Kurse kur përfundon jeta, nga se kur përfundon Ramazani, Allah subhanahu wa taala ka bë besimtarët më gëzu për shkak se e kanë përfunduar adhurimin, ibadetin e kanë çuar vend, atë me cilën Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar. Kurse kur kryhet jeta, ka përgëzim për botën tjetër. Tet Allah subhanahu wa taala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika. Kur të përfundojnë jetën ata të cilët janë besimtar, duke dalë për jetës së bote, Allah subhanahu wa taala i përgëzon. Myshde, për hajnë se për juve ka qenë në rregull. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka thënë la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa taala nuk e humb shpërblimin e kujtdo që ka bërë vepra të mira. Nuk e humb Allah subhanahu wa taala shpërblimin e atij që s'ka hapur ushqim gjatë gjithë ditës për hir të Allahut. E s'ka pije asnjë lloj pije gjithë ditën për hir të Allahut. Nuk e humb Allahu këtë. Nga se më konë cilësia jonja, më jam humb njerëzve është cilësia keqe. Dhe kurse si Allah subhanahu wa taala nuk duhet me menua se nuk i merr parasysh veprat e njerëzve dhe jam humb. Nuk e humb Allah subhanahu wa taala murin e atij që ka bërë natën, ka qenë i lodhur, ka lejt namaz. As murin e atij që ka nxjerrë nga pasunia e tij për me ndihmuar atyre të cilët kanë pas nevojë, as murin e kërkuara për shkak se Allah subhanahu wa taala thotë فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kushdo që bën punë të mirë, sa grima në thënë vogël, ka me pa dhe me marr shpërblimin te Allah subhanahu wa taala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Por edhe keq kush ka bën, sa do të jetë kona e keq e vogël, ka me pa edhe me marr atë që i takon te Allah subhanahu wa taala. Për këtë falenderoj Allah subhanahu wa taala që na ka mundsuar me ardhurën këtë ditë. Duke madhruar e falendruar Allah subhanahu wa taala, lutna Allah subhanahu wa taala që ditët të cilat kanë mbet, na bëj që të bëjmë ibadet më shumë se ato dita që kanë kaluar, ato që kanë mbet janë shumë më pak se ato që kanë kaluar, mundësia për me fitu te Allah subhanahu wa taala shumë më madhe, mes këtyre netëve është nota kadrit, është mundësia për sadakatul fitr, është mundësia për zeqate e begati të tjera të mira, me cilat muslimanët i ndihmojnë muslimanët e tjerë, atëherë lutna Allahun dhe shfrytëzone që të fitojmë sa më tepër nga kjo begatia e Allah subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Pjesa e dytë e hutbes e shfrytëzoj vetëm për njoftimin e procedurave të zakonshme që kemi bërë dhe vitin e kaluar, kemi bërë me lejen e Allah subhanahu wa taala dhe këtë vit në mënyrë të organizuar e të bëjmë sadakatul fitrin dhe ata të cilët kanë mundësi me dhënë zeqat. Sadakatul fitri i gjithë ka më shpërndar në ushqim. Kushdo që jep sadakatul fitrit në organizimet e tjera, gjitha parët e sadakatul fitrit kanë më shndruar në ushqime dhe me shkuat e ata të cilët kanë nevojë. Familjet të cilat i dim dhe i kem të shënuar. Pjesa e zeqatit është pak më e gjatë se sa pjesa e sadakatul fitrit dhe mundet me shkuar edhe në formë parë atyre të cilët kanë nevojë, edhe në forma të tjera për ata të cilët kanë nevojë dhe në brenda kategorive të cilat i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Për këtë kush dëshiron me dhon sadakon, mundet me dhon te djemt që të bojnë ato, edhe të na s'ka asnjë problem që mund me na kontaktu edhe çështjet e zakatit dhe mirësitë e tjera. Allah subhanahu wa taala e lutim që ta bëj të mundur, ta pastrojmë edhe agjërimin, edhe të ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله